Ju po shihni edhe vetë zona është shumë djerë. Pra në qoftë se kanë pas dëshirë populli me mell, momentalisht e kanë të vështirë sepse ekonomia e fshatit bazohet me blegtorinë dhe po ta shohësh rritjen e plena kimike, farnave, të gjithave naftës e këto dhe është në vështirësi të fshati mbetet pas nuk ka kështu. Po ta shohësh edhe marr i të dikur ka ken fshati plot mbushur me bakterje. Mund ta shohësh, është atje proponojnë dhe ato tufa dhive që ishte që ka lësë sporit. Nuk ka, domethënë, vështirësia kjo është. Nëse nuk ka fusha gjallë dhe nuk ka punëtor, kjo është vështirësia më e madhe. Po sepse jena detyruar, sepse nuk ka tarta tjetër fshati. Jena detyruar me punu me ta dy gjona të vogla, sa do mundon me borxhe, me shoqëni edhe po punojmë. Shumë më pak, domethënë, plejanxhi për tokën e janxhit që po mbledhim sot, nuk po hedhi plena kimike se nuk del mundësia ekonomike për ta blej. Thjesht po bëjnë një frez, sepse kjo do kishte pas më së miri me punu prapë, si është punu në shtator, do kishte pas më së miri me punu prapë 2 herë për janxhin dhe do kemi humje vërtet. Ta marrë sot 2200 nafte për zotin. Bile infermieri ka më shumë nevojë, infermieri është ai fëmia i vogël që do ndihmë për murrit. Dhe po nuk se infermieri i fshatit, në ndihmës, domethënë qyteti do ketë mungesa ushqimore me gjithave duke filluar me bazën më kryesore që është për të familjen tonë, për të valinë e familjes tonë. Ato nuk e di, nuk mund të shprehem unë sepse ato janë për atë arsye janë vendosur atje, për arsye për nesër na vazhdojnë ta ndihmojnë për heshtje para. Shpresojmë se do kenë një ditë një rrugëzgjidhje që edhe fshati të ketë një ndihmë me subvencione me gjitha. S'ka shumë shtrejte dhe megjithatë na do t'i merrim ta tokë se nuk mundi lëm mangut. Për arsye se në të jetojmë me blegtori dhe gjëra në gjallë. Edhe plenat kimike organike në shku shumë lart çmimet, kintalet. Unë nuk e di se sa kanë shku me fjalë. Kintali dapit mund të shku edhe 30.000 kintali, 50.000. Faktikisht mbështetje nuk kena për kërkuj, po na do të vazhdojmë do të jetojmë se në me gjallë gjallë merrna më shumë me blegtori. Patjetër, pa diskutim, edhe është më arsyeshme me shikiu nga fshati. Ka bujësia, me fjalë, me ullë një gjanë. Pa patë se është krizë mbotërore kja puna naftëse edhe çmimi rritet gjithmonë, çdo lloj, si mas takset, si mas përdorimit mjeteve, qatë edhe nafta, qatë edhe punimi labërimit e prezimit, mbledhja tana gjitha shkojnë bashkë si ngjyrë. Me vështirësi ekonomike do t'i hapim, do t'i punojmë patjetër tokë, se nuk mundi lëm tokë derë, se me këtë tokën e natyrë shë, jo vetëm na, po gjithë bota.